Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe ky është kanali im i YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video tashmë në lidhje me ndikimet të ndryshme astrologjike, qofshin këto të periodike, po ashtu dhe me vendoset planetare. Për të më mbështetur në mënyrë që unë të kem mundësi që të bëj edhe më tepër video, që të informoj edhe më tepër, mund të abonoheni tek ky kanal, të përgjigni videot, të shkruani komente, si dhe mund edhe të sugjeroni videot që dëshironi që të merrni informacione në të ardhmen. Ndërkohë nëse dëshironi që të merrni informacione sa herë që postoj një video të re, atëherë mund të hapni edhe njoftimet që është pikërisht ajo zilje që shikoni në ekran. Këto janë të gjitha shërbimet që janë për publikun dhe e di që keni vërtet pyetje në lidhje me jetën tuaj personale. Këtë e di sepse më shkruani shumë shpesh. Nëse dëshironi që të përfitoni nga shërbimet e mia që janë analizë hartës tuaj personale, e cila mund t'ju japë përgjigje për shumë pyetje që keni, si dhe mund t'ju drejtoj edhe drejt potencialit tuaj, atëherë do t'ju këshilloja që të prenotonit këto shërbime duke më shkruar tek numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Por përsëris ju lutem më shkruani, mos më merrni në telefon, sepse është e pamundur që të përgjigjem të gjitha telefonatave, madje shpesh jam e lotruar ndonjëherë edhe t'i bëj blok. Dhe po kalojmë mirë teknikisht do të kemi tek shenjat. Për shenjat dashur, kjo javë është një javë pak vendimtare. Arsyeja e kësaj është se tashmë Saturni ka kaluar në retrograd, edhe Neptuni është në retrograd, por në një farë mënyrë vazhdon që t'ju mbështesin. Ndërkohë që Neptuni vazhdon që të rrisë shumë imagjinatën, ju bën persona të cilët e shikoni fotografin pak më të gjerë. Nga ana tjetër, Saturni ju detyron që të jeni të përgjegjshëm dhe të aplikoni nga ana tjetër të gjitha mësimet që morët gjatë retrogradës së Mërkurit. Këto mësime në përgjithësi ishin në lidhje me rrënjët tuaja, me atë çfarë ju doni të ndërtoni, pra si doni të ndërtoni jetën tuaj. Dhe kjo retrogradë e Saturnit në përgjithësi do t'ju detyrojë që të aplikoni të gjitha këto mësime. Ndërkohë që asaj javë, duke qenë se kemi një kënd negativ të njëjtit Saturn me Mërkurin, do të thotë që edhe nëse ju dëshironi që t'i harroni ose të mos i aplikoni këto mësime, pa në një farë mënyrë ose në një tjetër do t'ju rikujtojnë nga ambienti që ju rrethon ose nga rrethanat. Kemi mundësi nga ana tjetër për të kryer një stabilitet ekonomik. Kjo nuk do të thënë që vjen pa punë, përkundërzi duhet të jeni shumë të përgjegjshëm në lidhje me atë çfarë keni marrë për sipër. Në momentin që e bëni këtë, do t'ju hapen shumë dyert, edhe përsa i përket projekteve që mendoni se kishin shkar nga duart ose në një farë mënyrë nuk do të krijoheshin. Ato çfarë do të mbyllen në këtë moment janë projekte të cilat nuk ju japin shumë të ardhur materiale. Pra në të vërtetë hapin rrugën në të diçka me më tepër produktivitet ose që ka më tepër përfitim. Ndërkohë që përsa i përket çështjeve sentimentale, shenja e dashit është shenja e cila në këtë momente e ka shumë të qartë se çfarë do të bëj. Nëse jeni brenda një marrëdhënie, kuptoni se cili është momenti kur do të tërhiqeni mbrapa në mënyrë që të përfitojë lidhja juaj. Pra pak a shumë e kuptoni nëse deri në këtë moment e keni bërë gabime nga egoja juaj dhe nga ana tjetër filloni të ndërtoni diçka më të shëndetshme për këtë arsye. Mbi të gjitha keni edhe një mënyrë komunikimi më të thjeshtësuar, gjë që e bën edhe partnerin tuaj t'ju kuptojë më mirë. Nuk pini më aq prej impulsivitetit sepse Saturni nuk ju lejon më që ta bëni këtë. Pra siç e thash, çdo gjë që duket negative në të vërtetë ka një aspekt të saj ose një ndikim shumë pozitiv në jetën tuaj. Ndikimi më i madh që është në këtë moment është në marrëdhënien tuaj shoqërore, mund të kemi zgjerimin e jetës tuaj sociale dhe spastrimin e saj. Në jetën nga jeta juaj dalin të gjithë individët të cilët pak a shumë ju thithin energjinë kot. Personat të cilët në një farë mënyrë ju përdorin. Kjo nuk do të thonë automatikisht se janë persona që ju përdorin në anën tuaj materiale, mund të jenë edhe persona që thjesht ndodhen afër jush dhe ju marrin thjesht energjinë pas që përmenda. Gjatë kësaj jave edhe ju kuptoni se nga kush do të largoni ose në cilët janë persona që ju bëjnë mirë, që ju ndihmojnë në mënyrë që dhe ju të mund të avanconi ose të mund të ndërtoni jetën me kapacitet të plotë. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm përsa i përket shëndetit. Këtu mund të kemi pak a shumë ndarje në dy. Të gjithë personat që kujdesen për trupin e tyre do të kenë një javë shumë pozitive. Pavarësisht se mund të ndjeni pak të lodhur, është një javë vërtet shumë pozitive. Ndërkohë që të gjithë personat që nuk kujdesen për shëndetin e tyre, që nuk e marrin seriozisht rutinat për sportin, ushqimin e të tjerë, gjatë kësaj jave vërtet që mund të kenë probleme të rëndësishme, sidomos në lidhje me sistemin e tretës, gjatë kësaj jave mund të vjetër pak më tepër, gjë që mund të thotë edhe një ngarkesë shumë më e madhe në botën tuaj të brendshme, sepse mund të kemi edhe një tyrësni shumë të lartë
përsa përket sistemit tuaj nervor. Shenja e demit, në këto momente për shenjën e demit kemi një ndikim shumë të fuqishëm. Është hëna e plotë që do të jetë tek shenja ujorit. Ndikimi më i madh në të vërtetë është në lidhje me karrierën ose në jetën tuaj profesionale apo si figurë autoriteti. Këtu kuptoni shumë mirë gabimet, sidomos gabimet që ose nuk keni marrë këshillat nga personat që ju keni në jetën tuaj. Këtu mund të jenë edhe familjarët tuaj, mund të jenë edhe partnerët tuaj. Por partner në një farë mënyrë që keni një lidhje serioze, pra brenda martesës ose bashkëtesës, në qoftë se keni bërë zgjedhje të gabuar që se javë fillon edhe mban në përgjegjësitë. Ana më e mirë e kësaj është në të vërtetë që mësoni nga këto gabime që keni bërë. Pra, një pësim në të vërtetë ju shpëton shumë kohë. Edhe pse në këto momente më duket si diçka negative, në fakt është një ndikim shumë i madh pozitiv për ju, sepse ju sjellni begati shumë të madhe. Bëni më praktik në jetën tuaj dhe shkurtoni shumë kohë edhe në zgjidhjen e problemeve të ardhmen, edhe në krijimin e projekteve apo dhe në realizimin e tyre. Jeni vërtet shumë praktik pra në këtë aspekt. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se mbaroi retrograda e Merkurit, të gjitha angazhimet që keni në këto momente, të gjitha komunikimet që keni në këto momente, mund të përkthehen pothuajse automatikisht në krijimin e diçka të re, në një marrëveshje të re, e cila ju sjell të ardhur materiale të mira. Ndërkohë që kemi edhe disa kënde të vështira. Këndi më i rëndësishëm i vështirë që është, do të jetë gjatë hënës së plotë, që është Chiron, do të ketë një kënd negativ si me hënën, me diellin, po ashtu edhe me Plutonin dhe me Jupiterin. Kjo për ju do të thënë një ndikim shumë i fuqishëm për sa i përket karrierës dhe marrëdhënieve familjare. Mund të ngjeni pak në mes ose mund të kuptoni se cilat janë dinamikat të cilat në këto momente nuk funksionojnë. Që duhet të ndryshojmë patjetër, pra bëhet pak a shumë urgjente si gjendje dhe fal kësaj keni dhe mundësi që të shironi ato ose të gjeni një rrugë e cila shërimi për pothuajse të gjithë. Për shembull, Demi kryqëzon ndër momentet më të rëndësishme. Kjo javë është një ndër javët më të rëndësishme, mund të bëhet një ndër javët ku komplet rrjedhja e jetës tuaj ndryshon, prandaj që të jeni të qetë, të mos bini prej e irritimit ose në disa raste edhe manipulimit që mund të ndodhë nga jashtë, e stimulimit të lartë për të them që mund të ndodhë nga jashtë, është shumë e rëndësishme. Pika ku mund të mbështeteni, vazhdojnë që të jenë partnerët tuaj dhe familjarët tuaj, pavarësisht se gjatë kësaj jave mund të kryhet një trysni këtu. Vazhdojnë që të jenë personat ku mund të mbështeteni, ndërkohë që marrëdhëniet me vëllezërit dhe me motrat tuaj gjatë kësaj jave, ndonse mund t'i ndjeni shumë të afërt dhe ndonse mund të keni dëshirë për t'u hapur, mund të jetë pak kontraintuitive sepse gjërat që ju thoni mund të keq kuptohen, në disa raste edhe mund të përdoren në vartësi të marrëdhënies që keni dhe në vartësi të personit që keni përballë. Pra duhet të merrni parasysh edhe se ku po flisni, pra me kë po flisni. Dhe shenja e binjakëve, si fillim përsëri urime për mbarimin e retrogradës së Merkurit, ishte shumë e rëndësishme që mbaroi, është shumë lajm i rëndësishëm pra. Gjatë kësaj jave, ndikimi më i rëndësishëm detyrimisht do të jetë hëna e plotë tek shenja ujorit, për ju që domethënë një ndikim pozitiv. Duke qenë se ndodh tek shenja ujor që është një tjetër shenjë ajri, ju arrini që ta shikoni fotografinë më të plot dhe mbi të gjitha ju detyron që të largoheni nga çdo gjë që ju ka mbetur mbrapa. Ideologji, mendime, fanatizma, disa raste edhe shpenzime të kota që mund të keni vënë, më tepër se të ardhur material bëhet fjalë ose më tepër se shpenzim material, do të thotë shpenzim i kohës, ku keni investuar veten tuaj apo kohën tuaj dhe në të vërtetë ju ka penguar për të realizuar atë çfarë dëshironi që të realizonet. Gjatë kësaj jave kemi një perceptim shumë të mirë të kësaj, duke thënë që nga dita e hënë madje, shikoni botën të ndarë pak a shumë në dy. Funksionon apo nuk funksionon? Marrëveshjet që keni bërë deri në këtë moment funksionojnë apo nuk funksionojnë? Personat që keni të tuaj funksionojnë apo nuk funksionojnë? Ju shërbejnë apo nuk ju shërbejnë? Dhe fal kësaj, pothuajse automatikisht zgjidhni rrugën tuaj, atë që është më shëndetshme, ajo që është më përshtatshme dhe më praktike për të arritur tek suksesi. Pra, rrugën e shkurtër, e cila në të vërtetë gjatë kësaj jave është e shkurtër. Duke qenë se dhe Merkur fillon dhe përshpejtohet, por tashmë do të thotë përshpejtimi i ardhjes në jetën tuaj të ardhur materiale të mira, sepse po krijoni gradualisht një jetë më stabil, krijoni një stabilitet ekonomik, pra. Të gjitha pengesat që mund t'i keni nxjerrë vetes më tepër, tashmë fillon dhe i hiqni, kemi rikthimin edhe të borxheve. Këtu më tepër bëhet fjalë për borxhe karmike sesa borxhe materiale, por këto borxhe karmike në të vërtetë ju bëjnë që të kuptoni se ku duhet të investoheni ose çfarë duhet të bëni në mënyrë që të arrini dhe një emergjenie të mirë ekonomike. Si do kemi dhe dalin nga jetues të disa individëve të cilët mund të jetë pak problematik.
këta në përgjithësi janë nga shoqëria juaj dhe personat që ju janë bërë bardh dhe nuk kurse ju kanë dhënë gjë shumë të madhe mbrapsht. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale. Komunikimi është shumë efikas në këto momente. Në momentin që komunikimi është efikas për ju, arrini që të shprehni ashtu siç duhet. Në momentin që arrini që të shprehni ashtu siç duhet, do të thotë që keni mundësinë që të krijoni një lidhje shumë të shëndetshme. Dhe shenja e gaforës, kemi një hënë të plotë ditën e mërkurë. Hëna e plotë do të thonë për shenjën e gaforës kulmimi i energjisë. Duke qenë se kjo po ndodh tek shtëpia e karmave, do të thonë që karmat do të kulmohen gjatë kësaj jave. Do të thonë që arrim që të perceptojmë se cilat janë marrëdhënie, cilat janë problematike, cilat janë ciklet që ne po përsërisim. E kemi me detyrim, duam ne perceptojmë këto, duke qenë se kjo hënë plot do të jetë në takim edhe me Plutonin, për shumë më intensive gjithçka. Këto do të thotë që mund të kemi edhe mbarimin e gjyqjeve tashmë, pozitive apo negative, normal që është në bartësi të individit, po kemi mbarimin e tyre, qartësimin pra. Nga ana tjetër kemi një fat shumë të madh për të pasur të ardhur materiale të mira në këto momente. Duhet që të jemi të qartë një ide dhe kjo hënë plot në të vërtet na i jep këtë si ndikim, duke qenë se kemi edhe një imagjinat shumë të lartë, madje pak a shumë intuita jonë dhe imagjinata jonë janë shumë të ndërtuara me njëra tjetrën, gjë që i jep shenjës së gaforës një farë superfuqie në këtë aspekt. Kemi edhe një farë prakticiteti vjen në mënyrë se si veprojmë dhe se si komunikojmë. Prandaj dhe në qoftë se keni një ide që keni kohë që e rrihni në mendjen tuaj, gjatë kësaj jave do të këshilloj patjetër që të komunikoni me persona që keni besim ose specialistë të fushave të caktuara. Kjo ju ndihmon që të gjitha projektet që keni në mendje, duke qenë se si e thash, imagjinata është e lartë, t'i vini me njëherë në jetë dhe të merrni edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe ose të paktën të merrni ide shumë të mira. Nga ana tjetër kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket karrierës. Këtu shenjës së gaforës duhet që të ecë pak me hapa më të ngadalësuar, sepse ka mundësi që të hedh hapin e gabuar ose më të them të nxituar në disa raste. Në këto momente duhet të vërtetojmë pak më mirë, nuk po them që nuk duhet të veprojmë, po them që duhet të vërtetojmë pak më mirë, të jemi të sigurt dhe nëse është e nevojshme të marrim edhe këshilla nga personat tek të cilët kemi besim. Këta mund të pothuajse nga çdo aspekt i jetës tonë, mund të jenë familjarë tanë, mund të jenë dhe miqtë tanë, mjafton që të jenë persona që kemi besim tek fjalët e tyre ose te pikë vështrimi i tyre. Në këto momente shenja e gaforës mund të marrë propozime. Të gjitha propozimet që vijnë në këto momente duhen marrë parasysh. Dhe sidomos nëse është diçka që është e vlefshme në afat gjatë, duhet bërë patjetër një planifikim i mirë se si mund të implementohet në jetën aktuale. Nuk do të këshilloj që të heqim gjë nga jeta jonë, vetëm në qoftë se kemi fuqi dhe kapacitet për të shtuar diçka të re, të marrim parasysh dhe të implementojmë diçka të re plus në jetën tonë. Ndërkohë që për të ulur volumin e punës, këto është diçka që do të bëhet shumë gradualisht, por gjatë kësaj jave vërtet që nuk do të këshilloja, sepse mund të heqim nga jeta jonë, se mund të lëm mbrapa disa projekte të cilat mund të jenë shumë fitipërse në të ardhmen dhe më vonë do të pendohemi pra nëse e bëjmë këtë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente për shenjën e gaforës fokusimi kryesor është krijimi i stabiliteti ekonomik. Prandaj dhe në qoftë se lidhjet sentimentale, të cilat janë aktuale, janë pozitive, për shenjën e gaforës janë pozitive. Ndërkohë që nëse është diçka që e lodh, nuk do të kemi shumë fuqi që të fokusohemi tek ata. Për këtë arsye do të këshilloj që të paralajmëroni partnerët tuaj në mënyrë që gjatë kësaj jave pak a shumë të tolerojmë pak më tepër. Shenja e Luanit, kjo hënë e plot që do të jetë ditën e mërkurë do ndodh përballë me ju. Do të jetë edhe në takim me Jupiterin që në këto moment është i vendosur tek Shënjeve, pra dielli më mërtem do të jetë në takim me Jupiterin. Kjo smallon gjithçka, smallon intensitetin se si ndjeni gjërat, smallon edhe perceptimin në disa raste të fajit, po ashtu është e vlefshme edhe smallon edhe fanatizmin për të mbrojtur ideologjitë tuaja, gjë që normale nuk këshillohet. Ajo çfarë duhet të bëni që t'jeni pakës më të qetë, që mundoni të shikoni fotografin të plot, gjë që e keni mundësinë. Por, në qoftë se nuk e keni këtë mundësi, ose në qoftë se në një moment të caktuar ndjeni pak si të ngarkuar, ose në disa raste mund të ndjeni shumë të sulmuar nga ambienti që rrethon, shumë të stimuluar, do të këshilloj që të mbështeteni tek shoqëria juaj. Në këto momente, shoqëria është pika ku ju mund të merrni ndihmë më të madhe dhe mbi të gjitha mund të ndihmojë që të zgjidhni edhe problemin që keni brenda lidhjes, sepse ju qetëson sistemin tuaj nervor.
Nga ana tjetër kemi ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket krijimit të diçka të re. Kjo është e vlefshme bashkë me dikë tjetër. Pra, nëse bashkëpunoni me persona të tjerë, gjeni partner të përshtatshëm për ju, atëherë do të keni një të ardhur materiale vërtet shumë të mirë nga çdo projekt që ju krijoni në këto momente, sepse keni një kreativitet vërtet shumë të lartë dhe shikoni botën pikë vështrim pak më të gjerë, e keni pak as shumë detyrim, pra, dhe si rrjedhoj keni edhe mundësi që të zhvilloni vërtet shumë ose të kryeni stabilitetin ekonomik që dëshironi. Keni një farë optimizmi të lartë në këto momente, është e vlefshme edhe gjatë gjithë javës në vazhdim, pavarësisht gjithë problemeve që mund të haseni. E shikoni botën pak a shumë me syze roz, gjë që ju bën mirë, është diçka vërtet shumë pozitive, sepse nuk ju lejon që të futeni në melankoli ose të bini në pesimizëm në momente ku përballeni me probleme, dhe pikërisht në momente të tilla do t'ju këshilloj edhe një herë që të drejtoheni edhe nga shoqëria. Duke qenë se jemi tek shenja juaj, domethënë që jemi futur në periudhën ku duhet të argëtohemi, ku duhet të lëm kohë vetes tonë që të njihemi edhe me anën tonë fëminore. Prandaj çdo gjë që ju bën që të argëtoheni, që të kaloni një kohë të mirë, është vërtet e këshillueshme. Dhe shenja e Virgjëreshës. Në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm, duke qenë se mbaroi retrograda e Mërkurit, duam të përshpejtohemi shumë ose duam të bëjmë gjëra të shme e ndihma të ndjesi që duhet të jemi aktiv, por do të kemi një hënë të plot vendosur pikërisht tek shenja ujore, që për ju domethënë jetë e përditshme dhe mënyra se si bëni gjërat, ana praktike, ose si hidhni në jetë pra të gjitha projektet që keni. Në këtë pikë normalisht që duhet jeni pak më të kujdesshëm. Arsye që duhet jeni më të kujdesshëm është se kjo hënë plot ja zmadhon edhe një herë të gjitha problemet që mund të ekzistojnë këtu. Prandaj në vend që të veproni, do t'ju këshilloj që të vazhdoni që të shikoni edhe një herë, të analizoni të gjitha këto situata. Si marrëdhënie që keni me kolegët, probleme që mund të keni në lidhje me shëndetin. Këtu bëhet fjalë edhe nëse keni pasur energji të lartë dhe mund ta keni egzageruar me lëvizjen tuaj, nga ana tjetër nëse keni pasur energji të ulët, duhet të filloni dhe të analizoni përsëri trupin tuaj se pse ka ndodhur të gjitha këto. Kjo në plot siç e thash, i smadhon të gjitha këto tematika dhe ju jep edhe aftësinë për këtë arsye që ta perceptoni më mirë problemin dhe si rridoj të gjeni zgjidhje. Është një ndikim shumë i madh pozitiv, duke qenë se sepse ka një ndikim pothuajse automatik në lidhje me rritjen tuaj në karrierë. Kemi një uran i cili është i vendosur tek shtëpia juaj e karrierës në këto momente dhe ka këndë pozitive me këtë hënë të plot dhe pak më tepër çdo drejtuesi kësaj hënë të plot. Prandaj dhe pas çdo sfide ose së bashku me çdo sfidë të vërtet vjen dhe një zgjidhje dhe një mundësi që ju të rriteni, të zhvilloheni, të bëni persona të cilët dini se ku ta vendosni çdo element në mënyrë që të jeni të suksesshëm. Në këtë pikpamje kemi një rritje vërtet shumë të madhe për ju. Kjo rritje vjen edhe në aspektin personal, vjen edhe në aspektin material, duke qenë se kemi një rritje në karrierë. Pra, ju dëgjoj pak më tepër fjalë për këtë arsye. Në aspektin shoqëror, vazhdojmë që të jemi në periudhën ku ju mund të merrni ndihmë, por tashmë jemi futur në periudhën ku duhet të mendojeni mirë nëse doni apo s'doni që të mbështeteni tek të tjerët, ndonse mund të jenë persona që kanë provuar vetën e tyre, është momenti që ju të zgjidhni nëse jeni ju ende persona që doni të jeni të varur, pra patjetër tek ndihma e dikujt. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e Virgjëreshës mund të them që është një ndër shenjat që ka më tepër ndikim pozitiv. Arsyeja që ka këtë ndikim pozitiv është se Venusi është i vendosur në këtë moment tek shenja juaj. Venusi është planeti i dashurisë dhe mbi të gjitha gjatë kësaj jave do të ketë edhe një kënd pozitiv me Mërkurin. Kjo do të thotë që mund të kemi shumë persona që mund të krijoni diçka, jetën që dëshironi, shumë persona që hyjnë në këtë moment në jetën tuaj. Në përgjithësi janë të prezantuar nga shoqëria ose i njihni, pra janë pjesë e shoqërisë tuaj. Për këtë arsye janë lidhje të cilat kanë një themel shumë të fuqishëm, shumë të fortë, sepse ju njohin në disa aspekte dhe mbi të gjitha e keni dhe më të thjeshtë të analizoni sepse dini edhe ju shumë për në lidhje me ta. Ndërkohë që përsa përket çështjeve sentimentale aktuale ose lidhjeve aktuale, është një javë me ndikime shumë të mëdha pozitive. Mund të rregulloni madje edhe dinamikat ose të shëroni pak a shumë dinamikat nëse keni prishur gjatë javëve të kaluara. Dhe këto ishin të gjitha ndikimet, si të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Mos harroni të më ndiqni, të përgjeni këtë video dhe të shkruani komente, mund të sugjeroni siç e thash në fillim, që të merrni informacione në lidhje me një fushë të caktuar nga astrologjia. Shihemi përsëri tek video e ardhshme dhe mirupafshim.